Duhet më rëndisësh sipas teje, nga drejtuesi më i mirë deri ta i më pak i mirë, se nuk ka jo fare të mirë se normal por derisa janë në pozicion aty. I mban mend besoj apo ti përmend të fillojmë nga Partizani, Agim Ibrahimi, Dinamo Luan Pinari, Elbasani Elton Guranjaku, Teuta Renaldo Arapi, tek Vora Bazion Trakaj dhe tek Tirana Bunjaku. Edhe drejtori i Vllaznis, pastaj Sinani. Duhet më rëndisësh. Atëherë është vështirë sepse shumë nga drejtuesit që janë momentalisht janë edhe të ri, janë pothuajse të ardhur ishtazi. Por në atë që unë i njoh, parin të vendosja Agim Ibrahimi në Partizanit. Mendoj që ka për t'i dhënë një tjetër identitet klubit Partizanit. Më pas Elton Guranjaku, Elbasan ka bërë punë shumë të mirë, sidomos këtë vit me mbajtjen e grupit dhe me ato pak ndërhyrje që ka bërë në Mercato. Dhe i treti Bazion Trakaj i Vorës ka ditë menaxhoj përçmëritë e ulta që ka pas gjithë komuniteti sportiv për Vorën. E më pas? Janë shumë pastaj të tjerë, them këto trishën. Ka ngel Vjosin Sinani, Bunjaku edhe Arapi. Bunjaku patjetër sepse deri tani po jep të drejt Mercato e po jep drejt atij që Tirana mund të shpëtojë. Po mirë, tani më shpjegoj pak ekipi që kryeson tabelën, drejtori sportiv marrë nditë e kërkon. Sepse mendimi si person i jashtëm nuk flas dot me siguri të plot.